Viteve të fundit në Tetov dhe rrethin është rritur numri i aksidenteve në komunikacion në të cilat pjesëmarrës janë këmbësorët. Në vitin 2013 janë regjistruar 60 aksidente të këtilla me 5 viktima, 16 të rënë të lënduar dhe 48 me lëndime të lehta. Ndërsa në vitin 2012 numri i përgjithshëm i aksidenteve me këmbësorët ka qenë 52 me një viktim, 14 të rënë të lënduar dhe 18 kanë kaluar me lëndime të lehta. Një vit më parë kanë ndodhur 43 aksidente të këtilla me 4 viktima, 18 të lënduar rënd dhe 33 kanë kaluar me lëndime të lehta. Këto numra për fat të keq vërtetojnë trendin negativ dhe konstatimin se këmbësorët në Tetov janë shumë të rrezikuar së bashku me vozicit e biçikletave dhe motocikletave. Si shkak kryesor për numrin e madh të këtyre fatkeqësive është pakujdesia gjatë vozitjes, por shpesh fajtor për ardhjen deri te aksidentet janë edhe vetë këmbësorët, sjellja e tyre e pandërgjegjshme dhe e rrezikshme në trafik, sepse shpesh herë në vend që të ecin në trotuar, ato kalojnë nëpër rrugë dhe në të shumtën e rasteve nuk e parakalojnë rrugën në vijat e bardha, thot Marjan Josifovski, zëdhënës i sektorit për punë të brendshme. Krahas kësaj, sipas tij, këmbësorët harrojnë se thyerja e këtyre rregullave dënohet me 15 euro kalim në semafor në ngjyrën e kuqe dhe 35 euro për thyerje të tjera. Vozicit të cilët nuk u japin përparësi këmbësorëve përballen me dënim prej 300 euro në kundërvlerë në denar. Këmbësorët theksojnë se siguria e këmbësorëve është në nivel shumë të ulët. Nuk është shumë sigurt, po shpresojmë se të bëhet më mirë. Shumë pak shkaku i makinave që në për trotuaret parkume. Ajo është. Unë Maqedoni nuk shoh se ka siguri në komunikacion. S'ka as hapësina parkimi, s'ka as të definuar vendet ku duhet të kalojnë veturat dhe as këmbësorët, përveç çti rrethit këtu 200 metra rreth qendrës. Shumë pak. Komunikacioni është i dendur, rrugët i shihni vet, pak është me të vërtetë në kohën e fundit, duhet më shumë të bëhet. Ndërkohë që policia e Tetovës ka informuar se edhe gjatë ditës së hënë rreth orës 18 është aksidentuar një këmbësore. Në kryqëzimin e rrugës Videosmilevski-Bato dhe 29 nëntori në Tetov, veture tipit Fiat Punto me targat e Tetovës e drejtuar nga 60 vjeçari AJ nga Tearca ka goditur këmbësoren JT, 53 vjeçare nga Tetova. Në aksident, lëndime të rënda ka marrë tetovarja e cila është dërguar në Spitalin Klinik të Tetovës dhe më pas është lëshuar për kurim shtëpiak. Sipas policisë, shkaki i aksidentit ka qenë pakujdesia duke kaluar rrugën. Sektori i punëve të brendshme, stacioni policor për siguri në komunikacionin rrugor në periudhën e ardhshme, do të ndërmarrë aktivitete kontrolluese për sjelljen e këmbësorëve në komunikacion, por edhe të vozitësve ndaj këmbësorëve, me qëllim që në kohë të zbulojnë dhe largojnë shkelësit.